Asaj atmosfere fantastike që na ka sjell grupi G5 me humorin e tyre, ne kalojmë në një kaptin tjetër, vjen pjesa e dytë e rubrikës Bëhu Yll. Do të kemi një prezantim ndryshe, sigurisht një qasje ndryshe, një konkurim ndryshe. Këngët e huaja do t'i sjellin këngëtarët në pjesën e dytë të paraqitjes së tyre. Apo jo Lirie? Po, tani do të vi për ta kënduar një këngë shumë të bukur nga Rihanna, Cry, e ajo është Eleonora Berisha. I'm not the type to get my heart broken. I'm not the type to get upset and cry, 'cause I never leave my heart open. Never hurts me say goodbye. Relationships don't deep to me. Never get the whole in love thing. And someone could say they love me truly, but at the time I didn't mean a thing. My mind is gone, I'm spinning around, and deep inside my tears I'll drown. I'm losing grip, what's happening? Straight from love, this is how I feel. This time was different, feel like I was just a victim, and it cut me like a knife when you wore that all my life. Now I'm in this condition, and I've got all the symptoms of a girl with a broken heart. But no matter what, you'll never see me cry. First kiss, 'cause it's hurt me, let it go. Maybe 'cause we spent so much time, and I know there's no more. I should never let you hold me, baby. Maybe we wanted to see us apart. I didn't give it to one purpose, to figure out how stole my heart. My mind is gone, I'm spinning around, and deep inside my tears I'll drown. And it cut me like a knife when you wore that all my life. Now I'm in this condition, and I've got all the symptoms of a girl with a broken heart. But no matter what, you'll never see me cry. How did I get here with you? I never know. I never mean to let it get so personal. And after all I try to do, stay away from loving you. I'm broken hearted, I can let you know, and I will let it show. You will see me cry, cry. Kam mbaruar kështu konkurimin Eleonora. Në paraqitjen e saj të dytë, juve ju mbetet që ta votoni, të jepni kurajo. Gara është bërë shumë e nxehtë, çdo javë më shumë. Dhe do të vazhdoj konkurimin një garuese tjetër, apo jo Exona? Ai do të këndoj këngën e Lionel
Kam varuar shtu konkurimin edhe Rilindi, një emri bukur, ju dhe ju mbetet që ta votoni përmes numrave që i shihni në fund të ekranit dhe përmes SMS-ve. E ne vazhdojmë tutje. Valina, ta shojmë si do të prezentosh. Tani ka radhën konkurentja e tretë, e cila do të interpretoj këngën Hurt, një ndër këngët më të bukura të Kristina Aguilera's. Ajo Kam baruar konkurimin e saj të dytë në këtë mbrëmje edhe Ermira Ahmeti. Këta do të vazhdojnë rrugtimin e tyre për të bërë yll, sfidat të shumta do t'i presin, gara është bërë shumë nxehtë, javë e për javë vinë kandidatë të tjerë, do të kemi shumë surpriza në të ardhmen. E ne do të kalojmë në një kaptin tjetër. Këtu i kemi konkurentët e javës së kaluar, verdiktin tuaj do t'ua komunikojmë tani në tinguit të muzikës. Elbasan, sigurisht gjatë tërë javës, me ankth e ke prit verdiktin e televotuesve, është kjo faza e parë, dhe ju keni kaluar shumë mirë, keni shkuar të kjo. Arnesa, ju keni kënduar a dit një ndër këngët më të vështira. Dhe si duket me paraqitjen tuaj, me zërin tuaj, keni bërë që t'ju votojnë goxha mirë. Do më thonë do të hecim tutje. Liridon, kanë votu Liridon, do të hecim tutje bashkë. Gjatë tërë këtyre jave, kemi dhënë falenderimin nga më të ndryshmet. Dhe unë sonte, do t'i jap nga zemra të gjithë juve telespektatorët të nderuar, e sidomos spektatorit në sallë, një falenderim të zjarrt, të shpirt. Dhe pas momentesh kur adrenalina ka ndruar në qaste, segmente të caktuara të këtij spektakli, ne kemi ardhur në një moment kur do të kemi qaste të bukura, qaste pozitive, të cilat do të na i deklamoj më së miri misi i qendrës pozitive, Qefsere Sokoli. Qefsere, e para, çfarë të bëjmë kur ndjehemi të pikëlluar? Vallëzoni, Po kur ndjehemi të deprimuar? këndoni, Po kur ndihemi të zemëruar? falni, Ndërsa kur ndihemi të smur? trefishojeni ëndrrën tuaj, Kur ndjehemi të friksuar? hedhuni përpara, Po kur ndihemi të pasigurt? ngriteni zërin, Kur ndihemi të paaft? rikujtoni sukseset tuaja të mëparshme, Po kur ndihemi të parëndësishëm? rikujtoni qëllimin tuaj. Ndërsa kur ndihemi të dobët? Kur ndihemi të dobët, atëherë lejoni veprimet e tuaja që të dhuhiqen me mendimet tuaja. Po nëse ndihemi me të keqen? Mundeni me të mirën, Po kur ndihemi të pasuksesshëm? edhe më suksesi është një hap drejt suksesit, prandaj vazhdoni. Po hidhrimin? Hidhrimi të godet më shumë kur e sheh se i nënshtrohesh, prandaj qeshu. Pyetja e 13 me radhë, ju bartni numin 13. A ka mendimi pozitiv, përgjegje edhe më pozitive? Si ta mundim dashurinë? E vetmja mënyrë që ta mundi dashurinë është vetë dashuria. Prandaj mendoni pozitivisht. E bukur kjo! Hajde
Ne mbajmë dorë trokitjet, sepse do të kemi një konkurim tjetër. Do të vinë nga java e tretë në rubrikën Bëhu Yll, garuesit e asaj jave për të sjellur një këngë të bukur, të realizuar mrekullisht nga kompozitori i famshëm zotri Gjevdet Gashi, që e ftojmë në skenë. Gjevdet dhe njerë, mirë se erdhe, o tani. Në vitin 1992, Gjevdet Gashi ka bërë një këngë të mrekullueshme. Sikur krijuesit së bashku në tre këngë kanë parandjerë këtë që ne e përjetojmë sot. Do të jemi Shqipëri. Atë do të risjellin sonte në këtë skenë konkurrueset e javës së tretë, të cilat i ftoj pa humbur kohë në skenë, Valinën, Lirien dhe Egzonën. Ju do të vazhdoni konkurimin tuaj me një këngë që ka realizuar zotri Gjevdet Gashi. Faleminderit maestro, një këngë shumë e bukur. I ftoj edhe të gjithë pjesëmarrësit e kësaj mbrëmje në skenë që të këndojmë së bashku një këngë hit të përjetshëm, një himn, një ditiram. Do të jemi Shqipëri, të gjithë në skenë. Kanë mbaruar konkurimin e tyre, konkurrentët e javës së tretë. Shumë faleminderit maestro.
Faleminderit për këngët që na ke bërë, për emocionet që na ke sjellë. Dhe kështu telespektatorë të nderuar, kemi përfunduar edhe një mbrëmje këtu në Odeon. Na pritni javën tjetër, surprizat e reja, befasi të këndshme. Natën e mirë!